relativisht të gjatë që në bindjen time asaj përket funksionit mekanizmit mbikëqyrës dhe kontrollues në një mas ka dështu kuvendi, gradualisht po shkon edhe drejt dështimit të zgjedhjes së këtyre mekanizmave të rëndësishme me theks veçantë që është çështja e presidentit, sepse siç dihet, kushtetuta jonë është ndërtuar mbi premisat e kompromisit. Kompromisin e ka në thelb si postulat, si institut të demokracisë dhe klasa politike aktuale nuk është që ka arrit me përformu në nivel të kënaqshëm për me gjetë zgjidhje, për me gjetë mundësi të tejkalimit të situatave. Prandaj është një moment jashtëzakonisht i rëndësishëm që të hapet diskutimi në lidhje me këtë çështje, por jo diskutimit të asaj çfarë i pam natën e cila në bindjen time ishte një tentativë e kotë për faktin se dihej epilogu paraprakisht, sepse kur e thash kompromise ekzistojnë disa sosh, e natyrisht ndryshimi i kushtetutës është njëre prej hallkave që duhet kompromis më së shumti, sepse siç dihet me 144 të kushtetutës së vendit, ndryshimet kushtetuese duhet të marrin miratimin e 2/3 të votave, në kuadër cilave natyrisht që hyn edhe 2/3 e komuniteteve, jo shumicë, e natyrisht në këtë konsideracion, me këtë qasje me theks veçantë që kemi të listës serbe, është vështirë